Ambasador Prej, me njohurin dhe know-how-n tuaj unikal përsa i përket Ballkanit, çfarë po ndodh përsa i përket, unë dhe kolegja ime që e bëjmë këtë emision, ja kemi vënë emrin, Maqedonia e Veriut po bie në kthetrat e Serbisë? Mbas të asaj, çfarë ndëgjova gjërë me tani, por edhe nga lajmet e këtyre ditëve, pra në lidhje me organizimin e një tubimi në Kumanov në shenjë për krahje të presidentit të Serbisë Vučić, unë do ta quaja Kumanovën në Maqedoninë e Veriut si e ashtu quajtur Sparta serbe në Maqedoni. Qëllimi është tashmë shumë i dukshëm dhe nëse ngritemi në perspektivë për ta lexuar situatën e përgjithshme të ndikimit serb në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pam pra që ditën e djeme dhe në Maltezi ishte manifestimi i pavarësisë Maltezi, ku ishte i ftuar presidenti Vučić, po kur ai nuk mor pjesë dhe mbi të gjitha dërgoi edhe mesazhe nënçmuese duke e vënë në diskutim ekzistimin e shtetit të Maltezi dhe paraprakisht pa të ndodhur në një komunë atje në Zet shpallja e çnjohjes së Kosovës, pra një komunë nga 25 komuna ekzistuese në Maltezi, shpalli një vendim për çnjohjen e Kosovës si shtet. Pra, unë jam duke përpjekur të bëj këtë paralele mes të Kumanovës, pra takimit në Kumanov, ndikimit serb në Maltezi, gjithsesi shpalljes së çnjohjes së shtetit të Kosovës nga një komunë atje, nga këto gjëra minore mund të ngriten edhe çështje të mëdha, se mund të minimizoj. Në anën tjetër kemi në Bosnjë dhe Hercegovinë ndërheqjen e përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar Schmidt, gjë që paralajmëron ndodhi të reja interesante që mund të shkaktohen në Bosnjë dhe Hercegovinë në një nga ligjërimet para shumë kohe të një kryeministi të Kroacisë në pyetje se çfarë mendon për Bosnjën dhe Hercegovinën, ai thotë Bosnja dhe Hercegovina është karik me 3 këmbë, nëse thehet një këmbë do të rrëzohet karika. Pra, jam duke u pjekur që të bëj një analizë të ndikimit të kësaj doktrine të srpskih svetit, pra të botës serbe, e cila po fillon të lëshoj tentakulat e saj në të gjitha pjesat e Ballkanit, atje ku mendon që mund të ushtrojnë ndikim dhe mbase edhe të futet në atë sfondin e madh, siç e quajtëm në fillim, pra të botës ruse, që të ripetoj historinë dhe të bëjë revidimin eventual të kufinjve në një organizim të ri, ta quajmë eventual të rendit të ri botror apo të një jaltet e dytë e cila mund t'i ndodhë Ballkanit Perëndimor.